Këtu është horoskopi i martë 25 nëntor 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Konfuzioni mbretëron suprem, veçanërisht në lidhjet e gjata të dashurisë. Sonte mos qëndroni vonë, rënje e lehtë fizike, këmbë të lodhura. Demi. Ditë e tensionuar dhe nuk do jetë e lehtë të kuptosh se sa do të durosh. Duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe në dashuri mos futni shumë çështje në lojë. Binjakët. Surpriza të bukura mbërrin në shtëpi dhe në jetën e dashurisë. Diçka po ecën, por nuk keni pse të bëni hapin më të gjatë se këmbën. Gaforja. Tregimet e lindura kohët e fundit janë të rëndësishme. Sidomos në mjedisin familjar do të keni konfirmim se sa të rëndësishëm janë për ju bashkëjetuesit dhe të afërmit e ngushtë. Luani. Ju mund të vendosni se çfarë të bëni, edhe situata të ngushta që nuk vlejnë më për asgjë. Dashuria mund të rikuperohet, veçanërisht për të qenë në situata të komplikuara. Virgjeresha. Fati ju buzëqesh për gjithçka që është e re. Sonte do të dini të doni, të thoni fjalët e duhura në kohën e duhur dhe do të dini si ta bëni veten të vlerësuar. Peshorja. Disa probleme të vogla, nervozizëm. Mendime të dyta të mundshme në dashuri. Akrepi. Mëngjesi është i përgjumur, rikuperimi nga pasdite. Gjatë kësaj kohe mund të keni një mosmarrëveshje të vogël me shenjën e binjakëve, përpiquni të çlironi zemrën nga tensionet. Shigjetari. Është një ditë paksa e komplikuar, gjithçka po lëviz rreth jush, por duhet të vlerësoni mirë. Ju janë peshuar shumë nga shpenzimet e mbledhura kohët e fundit. Britsjapi. Pas një ndërprerje pune ne fillojmë përsëri, shumë para kanë dalë në muajt e fundit dhe tani duhet të kursejmë. Së shpejti do t'ju duhet të pranoni një ndryshim, fillon një periudhë shpresash të reja, qoftë edhe në dashuri. Sot është e rëndësishme të shmangni ripërtëritjen e së kaluarës. Ujori. Lëvizja e dukshme që do të keni sot mund t'ju sjellë stres mendor që do të ketë një efekt të lodhshëm në trupin tuaj. A ka dikush që të shpëton apo je ti që nuk dëshiron të lidhesh, do lirin? Peshqit. Edhe pse sot nuk jeni në formë perfekte, do të jetë e mundur të hakmerreni. Zemra kërkon një rilindje të madhe me lajme të mira, ndaj nuk këshillohet të kapeni nga ankthet e kota. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.